e saj, traumat e saj, atë që për fat të ketë sot në vlerësohet, shpesher dhe kjo është libri që ka dalë para pak muajsh, natyrisht dhe unë desha që t'japim një bus në atë kuptimin që të deportojnë në çdo shtëpi shqiptare. Falenderoj shumë, po Klithma qysh në fillim të 2026-ës doli, është shkruar gjatë gjithë vitit të shkuar. 2025 janë intervistuar fëmijët e atëhershëm, tash persona të rritur, por që rrëfejnë për fëmirinë e tyre, për moshën e tyre të brishtet njom, e që lufta nuk përfundon, këtë e kam mësuar edhe nga këto rrëfime, që momentin kur përfundojnë luftimet dhe ndalen armët, lufta e vërtet fillon më pas, sidomos tek ata persona që e vuajnë, siç është rasti i Klithmës dhe gjithë atyre rasteve që janë trajtuar nëpër libra të ndryshëm dhe dokumentar. Klithma është pikërisht zëri i fëmijëve që kanë heshtur dhe po flasin për 2026, në 27 vjet pas përfundimit të luftës, por që kanë vendosur tashmë me shumë insistim të japin rrëfimet e tyre shumë të ndjera, të sinqerta, të brishta për fëmirinë e tyre të plagosur në 99-ën. Dhe natyrisht me shumë kurreshje dua di se si erdhe deri tek selektimi i këtyre rrëfimeve. Ishte një personazh që kishte i përballë dhe nga ajo u inspirove për të mbledhur më pas rrëfime të tjerëve, apo si e bëre klasifikimin e historive? Jo, unë po merrem viteve të fundit shumë me gazetarinë memorialistike, edhe kjo më ka ndihmuar shumë pastaj edhe për prekjen e disa temave që mund të mos jenë prekur shumë. Fëmijët, duke ditur që lufta në Kosovë ka filluar me fëmijët edhe janë plag, pikë dobët dhe fort për secilin prej nesh, pastaj aty vjen edhe instinkti i mëmësisë patjetër. Thash, çfarë mund të bëjmë ne për fëmijët e luftës? Gjithmonë kemi trajtuar dhe vazhdojmë të trajtojmë tema nga më të ndryshmet, por me fëmijët nuk është se jemi marrë shumë. Fëmijët e zhdukur, fëmijët e vrarë, fëmijët e plagosur, aq më tepër me fëmijët e plagosur hiç se hiç. Kështu që vendosa që t'i rrekesha kësaj pune, ju mund ta merrni me mend se sa e vështirë është, se sa e kujdesshme duhet të jesh në trajtimin e temave të tilla, sa serioze duhet parë gjithë çështja dhe mënyra e trajtimit pastaj, por vendosa edhe isha totalisht e vendosur që të shkoja deri në fund me gjithë insistimin. Them, një vështërsi në gjetjen e rasteve, sepse Kosova nuk numëron ende një numër të sakt, nuk kemi një databazë të sakt të fëmijëve të plagosur gjatë luftës në Kosovë. Më është dashur të kontaktoj shumë institucione për të gjetur rastet, pastaj edhe nëse i kontaktoja, doja t'i merrja, edhe t'i qasesha, ata mbas edhe hezitonin, duke qenë se dëshironin që dhimbjen ta marrin akoma për vete dhe pas gjithë këtyre viteve. Jam shumë e fatë që shumë prej tyre, spaku protagonistët e Klithmës që janë aty kanë pranuar dhe kemi kaluar momentet të bukura, të vështira, të ndjeshme, emocionale fort në gjatë gjithë marrjes rrëfimit, por gjithashtu shumë e kënaqur që pas daljes dhe publikimit të Klithmës më janë lajmëruar dhe shumë të tjerë të cilët kanë dëshirë që t'i ndajnë rrëfimet e tyre në një tjetër vazhdim mbase të Klithmës. Dhe kjo është gjë e mirë në fakt që të tjerët janë lajmëruar, dhe në fakt unë teksa po shoh natyrisht shoh edhe tituj gazet tash, nga që pak sa po shoh unë rrëqet trupi në kuptimin që kanë rrëfyer pra fëmijët, tash besoj janë në moshën time, sepse edhe unë kam qenë fëmijë i luftës dhe shumë të tjerë. Sa ti, sa unë, më të vegjël dhe sa besë. Edhe më të vegjël se ka qenë. Jo, më i vogël është 4-5 vjeç aty. E pash një fotografi nëse ka qenë, nëse po flasim për të njëjtin, pra ka edhe fotografi duke dëshmuar mizorinë që kanë bërë serbët. Në aspektin fizik edhe mbase mund ta kenë marrë vetën Alketa, në kuptimin që janë shëruar plagët fizike, të njëjtin mbase edhe uroj të mos kenë probleme shëndetësore më, po shpirtërisht, si ndjen këta fëmijë, sa kemi punuar ne me ta, se ne mund të jemi tulur në një tavolinë me ta dhe të mos dimë se si t'ju qasemi. Këtu është problemi. Këtu është trokitja ndërgjegjës sonë. Se jo, as edhe plagët fizike nuk janë krejtësisht të trajtuara siç duhet. S'po flasim për ato emocionale, sepse plagët më të mëdha, se dhimbja e trupit edhe mund të kalojë në një moment, por dhimbja shpirtërore, emocionale, pastaj trajtimi i plagës si traumës edhe këtyre të gjithave që vinë nga dëmtimet psikologjike që mund të kenë përjetuar në një periudhë kohore, janë shumë të vështira dhe lënë gjurmë të thella, sikurse kanë lënë tek protagonistët e Klithmës dhe jo veç edhe shumë fëmijë të tjerë të cilët neve nuk ua dim ndoshta emrat dhe mbiemrat, por në një të ardhme edhe mund t'i njohim. Unë jam rrënqetur, kam kaluar momente të rënda edhe për vete, me shëndetin tim, si të thuar, sepse jam rrënqetur fort kur kam dëgjuar edhe mësuar për historinë e vërtet, edhe të mënyrës e trajtimit, të gjitha institucioneve që nga pas lufta, jo dinjitetshëm për hir të vërtetës dhe kjo është një plag e madhe për shoqërinë tonë. Ajo që është e bukura, edhe që do doja ta nxjerrja ndoshta nga kjo studio patjetër është forca e tyre
shpirtërore që ata e transmetojnë dhe mesazhet e mëdha të forta, bujare, fort fisnike që ata japin për të ardhmen, e rëndësishme që nuk duan hakmarrjen. Dhe këta janë fëmijët e Kosovës, këta janë njerëzit e Kosovës, këta jemi ne në fakt që nuk duan. Absolutisht. Kjo është madhështore, mbase e kam mësuar për herë të parë pikërisht dëgjimi këtyre rrëfimeve që nuk kërkon hakmarrje, sado që mund të jetë rënuar fiziko, shpirtërisht në një periudhë të caktuar kohore gjatë luftës në Kosovë, ai nuk kërkon hakmarrjen, ai ajo pa marrë parasysh. Duam që paqja të mbizotrohej dhe askujt mos i ndodh ajo çfarë me të cilën neve na përballi fati, sepse nuk dinim që ishte lufta ose që ishte liria, kush kishte të drejtë ose jo. Ne ishim fëmijë dhe u gjendëm në një pozicion që më pas ndryshoi jetën e tyre përfundimisht, patjetër, në një fëmijëri të brisht, krejt të hershme të tyre, siç janë rrëfimet e njerëzve, e fëmijëve, e këtyre heronjve që ka klithma. Të kërkoj ti ndash, e di se është si gishtat e dorës dhe nuk mundi ndash dhe ke ndjenjën në base si autore që po i hyn hak njerit nga tyre, nga ta që s'po përmend historinë. Por megjithatë, unë duhet ta kërkoj një prej historive që për shkak të efektit kohë natyrisht dhe për pjesën tjetër njerëzit mund ta lexojnë edhe në libër. Cili është ai rrëfim nga këto që ke shkruar Alke që s'hiqet nga mendja? Jo, është shumë e vërtet ajo që sapo e the, por për mua është shumë e vështirë të ndaj, sepse secili prej tyre ka karakteristikat e veçanta, është motër dhe vllat plagosur në të njëjtën kohë, bardhë akoma. Sot janë të ngritur në profesion patjetër, por në atë fëmijëri kanë kaluar momente të tmerrshme. Secili nga ta është histori në vete. Secili prej tyre mund të bëhet një skenar filmi vërtet interesant e ne kemi bërë shumë pak në këtë drejtim. Ti e di, unë e di, jemi gazetare në kohë reale dhe po i përcjellim gjitha ngjarjet, por ne kemi bërë pak. Mendojmë që kemi bërë diçka, vërtet kemi bërë pak përderisa armiku ynë, fëmijë ynë po bën vazhdueshëm edhe lob për të paraqitur anën e errët e historisë sonë dhe për të na paraqitur neve fajtor, dhe këtu është mëkati ynë më i madh ndoshta që kemi bërë me të kaluarën tonë fort lavdishme dhe historike. Prandaj unë do të apeloja të gjithë ata që merren ose jo me gazetarinë memorialistike, por jo vetëm ata që shkruajnë dhe kanë për detyrë të shkruajnë, historianë, akademikë, njerëz të letrave, njerëz të medias, që t'i paraqesim të gjitha këto raste dhe të dokumentojmë, të paraqesim dhe të mbledhim sa më shumë dëshmi që dikur edhe mund të padisim Serbinë për gjenocidin e ushtruar mbi shqiptarët e Kosovës. Ndalem ndoshta te rrëfimi Burim Përteshit. Një djali që rrët vitale të trupit të tij, duke u dëmtuar shumë pastaj edhe në pjesë të tjera të trupit, por sot jeton. Rrëfimi është shumë prekës, por jo vetëm burimi që më erdhi në mend tani, por të gjitha rrëfimet e tjera pa diskutim janë shumë të veçanta dhe emocionale, që është një libër i vështirë. Në fakt më emocionove që është tani teksa po flet. Ajo që më intereson të di, në fakt unë e thash në krye të këtij bashkëbisedimi, Alketa jeton dhe gjithkush e di këtë histori të Alketës, jeton për ditë me luftën, me plagët e luftës. Alketa, ti je në gazetari, je për ditë të shmitare atyre që thuhen, atyre që nuk thuhen. Si një grua që je pranë një burri që ka luftuar, si një gazetare që je kohë gjatë natyrisht edhe në rrëfime e zhvillime politike, sot më shumë se kur Kosova ka nevojë ta çmoj atë që ka ndodhur, që kanë bërë djemt e UÇK-s. Për hir natyrisht edhe një procesi që po mbahet në Hag, por edhe për hir të këtyre fëmijëve që kanë përjetuar, këta që kanë përjetuar. Si ndihesh ti teksa dëgjon njerëzit, teksa e përdhosin në fakt ushtrinë qëllimtar të Kosovës? Këtu nuk mund të jetë dot subjektive. Ne përpara se të jemi gazetar, përpara se të jemi bashkëshortë të dikujt, familjar të dikujt, ne jemi njerëz. Jemi njerëz që e duam këtë vend, po e potencoj. Unë e dashuroja dheun tim, e dua vendin tim, e dua të kaluarën e tij të lavdishme, por edhe historike, dhe nuk mund pajtohem dot kurrë në asnjë mënyrë. Tani kam ardhur tek ai momenti që edhe më bëjnë shumë përshtypje, dikur edhe mund t'i kaloja ndoshta, por ndalem dhe mendoj, ku është logjika? Si ka mundësi të shpreh gjithë këtë urrëtie, gjithë këtë mledh, për veten e vet, për popullin e vet, për ndjenjat e një populli të tërë. E dini se çfarë kemi kaluar? Dhe them me vet, duke lexuar komente, kush e di, publicistik ndoshta, që në një ose një formë tjetër e shajnë atë që është bërë këtu. Sa gjak kemi derdhur për këtë ditë. E di se sa lufta është bërë, sa dje me vajzat, më të mirë këti populli kanë rënë për lirinë e këtij vendi. Fëmijët, njerëz të zhdukur, martir pafund, gra e burra të dhunuar. Si mund të pështysh mbi historinë tënde? Si mund të pështysh mbi një të kaluar shumë lavdishme të popullit tënd, mbi hjekën tënde, mbi gazepin e këtij populli? Dhe për mua, në çfarëdo lloj pozicioni ose karrige që të jem,
për mua është e pafalshme. Qoftë në atë të gazetares, publicistes, shkrimtares, njeriu të thjesht, njeriu të librit kudo, për mua është e pafalshme. Prandaj ne mendoj që po i bëjmë dëm vetës, sa na ka bërë armiku, ne po i bëjmë dëm vetës duke e mos e çmuar sa duhet kaluarën tonë. Djem po përballen atje me një proces krejtësisht pa drejt, uroj që prisit e luftës sonë çlirimtare të vinë sa më parë në dheun e tyre që e çliruan vetë, e çliruan bashkë me mundin dhe gjakun e tyre, me djersën e tyre. Dhe kur shoh një Jakub Krasniqi atje, zërin e lirisë, po si mund të rrinë njeriu i qetë? Si mund të rrinë njeriu indiferent dhe një padrejtësie të tillë? Ndërkohë që në Prishtinë bëhen urimen që ata të dënohen. Pra si është e mundur kjo të del nga një zë shqiptar, nga një e kuptoj. Person që ka përjetuar luftën këtu dhe e di që ka ndodhur. E kuptoj, jam totalisht në mendjen tënde dhe për narrativat e përditshme të diskursit të përditshëm politik nuk brengosen fare, aq më bën se çfarë mendojnë disa. Mua më intereson goja nga i cili del mendimi, nga e cila del mendimi. Dhe kur shoh që njerëz që konsiderohen mendje flasin, e për mua ajo është e pafalshme, sepse nga gojet e vogla edhe mund të priten gjëra të vogla. Alketa, ku ta gjejnë njerëzit librin, sepse jemi fare në fund. Në çdo librari të Prishtinës, të shkoj edhe në Tiranë patjetër, është duke u shpërndarë edhe në vendet e tjera të Europës, kudo ku ka shqiptar, promovimet janë organizuar disa të tjera patjetër kemi në listë për të organizuar. Klithma është kudo dhe do doja që ta kishte kushdo në shtëpitë e tyre, në libraritë e tyre, në bibliotekat e tyre, jo për Alketën. E ka lexuar fëmijët e tu? Që të di tua jap të cenzuruar edhe fëmijëve, apo është e rëndë për fëmijë? Të rriten edhe pak. Rriten edhe pak dhe më pas do ta lexojmë patjetër. Faleminderit Alketa, natyrisht po të kishim minuta, e di që të kishim aftësi ta zgjatëm këtë bisedë pafund, kënaqësi me vërtet shumë të të kisha sot këtu dhe suksese me Klithmën, uroj ta ketë edhe edicionin e dytë dhe përmbledhjen e dytë të rrëfimeve. Kam nënshkruar diçka për ty te Klithma, e di që sekondi televiziv është shumë i ndjeshëm, por për ndjeshmërinë që kanë ti ndaj temave të tilla dhe për gjithë ata që jetojnë dhe shijojnë lirinë e cila ka ardhur me shumë mund dhe gjak. Jam mirënjohëse shumë që ishe sot këtu. Isha bashkë me Alketën për librin e saj që duhet ta kene në dorën e secilit. Faleminderit ju kisha. Alketa, faleminderit shumë shikuesve, bashkë takojmë nesër në ora 12:30.